Jezus Krisht është i vetmi që flet edhe sot, që shëron edhe sot, që vjen edhe sot, që bën gjëra edhe sot. Jo vetëm një Zot i të kaluamës, ku ai ka jetu para 2000 vitesh, por është i gjallë edhe sot. E festa e Pashkës është ajo që jep kuptim më të rëndësishëm krishtërimit, besimit ton, na bën secili për nesh me kthy syt ka Zoti, me kuptu, wow, prania nuk na kalon në errësirë. Jezus Krishti ka ardhur në këtë tokë me mund armikun më të madh tonin, që është mëkati, vdekja. Ai ka mujt atë në kryq, duke kalu përmes, e duke u ringjall, e duke i thonë vdekje, ku është pushteti yt? Për këtë arsye Pali tha, tërmërisht vdekje, ku është fuqia jote? Krishti ka mujt ato. Jezus Krishti është ringjall. Prandaj, besjen e re, sa herë që ne festojmë Pashkën, ne kemi mundësi me u kthyet në një ngjarje shumë e veçantë, që tash nuk është më e kufizuar vetëm për popullin e Izraelit, por në Krishtin është bërë globalisht për çdo njeri.